Përkthejmë studio dashur, ku do bisedojmë në lidhje me konferencën rajonale rinore që u organizua të shtunën dhe mbaj po ashtu me këtë ditë nga Forumi Rinor Shqiptar. Dhe për të biseduar më tepër mbi këtë temë dhe pak më gjerë do bisedojmë sot. Kam të ftuar me shumë kënaqësi në studio Eren Ali, jurist dhe aktivist po ashtu. Shumë kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit shumë Artemisa për ftesën dhe për këtë ngrohtësi dhe pritjet kaq mirë. Faleminderit. Në mbajt që të mos gaboj, apo me datë 27 qershor, domethënë këto të shtunë që lam pas, konferencë rajonale rinore. Titulli besoj diplomacia rinore si instrumenti bashkëpunimit ndërshqiptar dhe integrimit evropian. Absolutisht, neve si Forumi Rinor Shqiptar, pas një kohë të gjatë, jo të gjatë, relativisht 3 vjeçare që ishte ngrirë nga aktivitetet të ndryshme për arsye të aktivistëve dhe sigurisht problemeve ose rrugtimeve të ndryshme që i kishim për në karrierët e tona personale dhe aktivitetet ngelen në një farë stagnimi, por duke u rikthyer fuqishëm me pikërisht temën për të cilën i ka munguar gjithmonë Shkupit edhe sigurisht aktiviteteve rinore shqiptare. Organizata jonë kryesisht ka target problemet shqiptare dhe kryesisht punon me të rinjt, dhe për këtë arsye pam shumë e udhës që të fillojmë me një aktivitet, me një konferencë me të cilën do të i bashkon të gjithë trojet shqiptare, duke filluar nga Shqipëria, Republika Kosovës, Lugina Preshevës dhe Maqedonia, dhe që të krijojmë ura bashkëpunimi, komunikimi dhe së bashku të ndërtojmë një diskurs publik dhe të bëjmë gjëra pozitive, që të krijojmë politika publike, gjëra të tilla, duke u bashkëpunuar mes vete. Si temë erdhi kjo, sepse po thua që keni dashur të krijoni një farë uniteti, po ashtu të prek një tema që na shqetësojnë pak a shumë të gjithëve në shqiptarët, diskutohet në Ballkanin Perëndimor, domethënë. Ishte kjo një nga tema ndoshta më të përshtatshme dhe më aktuale që pa udhës të zhvillohet tani apo si rrjedhë? Eksakt, duke fillu prej organizimit të konferencës dhe duke u ndarë ajo në 3 panele. Paneli i parë që ka pasur sigurisht edhe temën e kësaj konferencë rajonale dhe duke ju thelluar temës në leadershipin dhe vizionin e tyre në bashkëpunimin ndërshqiptar, edhe po ashtu rolin e të rinjëve në vizionin dhe po ashtu bashkëpunimin dhe krijimin e politikave për vendimarrje dhe roli i tyre në vendimarrje, duke ftuar po ashtu njerëz nga akademia, po njerëz edhe nga politika. Po kryesisht koncentrimi ishte tek partitë politike, forumet rinore të partive politike. Forumet rinore të partive politike na u përgjigjen diku prej 13 partive politike, duke filluar prej Shqipërisë, Kosovës, Luginës Preshevës dhe Maqedonisë, siç e potencova, dhe së bashku krijuam hapëm disa shtegje ku filluam të mendojmë së bashku për një unitet dhe një koncept të përbashkët shqiptar, se si ne të rinj do ta menaxhojmë së bashku në të ardhmen apo dhe aktualen e cila është shumë komplekse, ku prej njëri tjetrit neve mësonim shumë dhe shkëmbenim provoja relativisht të rëndësishme se si mund të përmirësohenim mes vete. Do thonë u gjet një gjuhë përbashkët. Patjetër, këto janë ca pika ku shpesh dim të mos kemi gjuhë përbashkët, por këtu pas kemi gjetur, rinia ka gjetur një gjuhë përbashkët te kjo konferencë. Sigurisht, duke marrë parasysh rëndësinë dhe seriozitetin se sa ata vetë personalisht e marrin, duke marrë parasysh se çdo i ri dhe çdo përfaqësues nga ata për të cilën kanë qenë prezent, kanë pasur kumtesat e tyre dhe përgatitjet e tyre me aq se sa kanë pas kapacitetet, por mund të them që ka qenë me një gjuhë të përbashkët ku ne do të vazhdojmë me punën dhe do të vazhdojmë aktivitetet duke filluar në Prishtinë, Tiranë, Podgoricë dhe në Luginën e Preshevës. Kjo ishte e bukura sepse u dakorduam të gjithë së bashku që ky aktivitet të vazhdojë, që neve të mbajmë kontaktet dhe neve të mbajmë një diskurs të unifikuar përsa i përket politikës dhe politikëbërjes në vendin tonë. Pa mos dyshuar dhe pa mos tërhequr për rëndësinë se sa e kemi
vetë për brenda shtetit dhe teritorit administrativ ku ne operojmë. Thua u mbajtën 3 panele apo jo gjatë konferencës, edhe paka shumë na përmendën në pika të shkurta, po na i sqaron pak ndoshta më gjërësisht se kë kishim të ftuar, çfarë faktikisht u fol, ndoshta pikat më të rëndësishme që u prekën, shqetësimet që ndalin me njëri tjetrin ose diçka ndoshta ato situatat më të nxehta që i kemi për momentin ose diçka që na prek gjithë secilin, sidomos rinin, edhe me që tema paka shumë ka qenë edhe drejt Europës, është një gjë që gjithë secili prej nesh e dëshiron, sidomos rinia, sepse është ajo që të ofron mundësitë edhe gjithçka tjetër. Edhe po ashtu, sepse përmendet që kemi pasur dhe politikanë të ftuar, sa pjesëmarrës akoma nuk e di, po të paktën të ftuar kemi pasur, qoftë edhe nga ana akademike edhe student po ashtu. Atëherë do t'ju kumtoj se si ka qenë e organizuar konferenca dhe kryesisht tema për të cilën neve kemi elaboruar dhe jemi ballafaquar ka qenë pikërisht nga 13 parti politike siç e potencova pjesëmarrës dhe përfaqësuesit të tyre kanë qenë, disa kanë qenë edhe po ashtu me pozitën e deputetit në parlamentet e tyre në Shqipëri dhe Kosovë. Mirë po, kjo dallonte prej organizimit të forumeve rinore në Maqedoni, në Lugin edhe në Maltezi. Kjo që bënte atë dallimin mes nesh dhe mund të jap një shembull shumë interesant, ku krijonim edhe me një perspektivë të reja neve për këtu në Maqedoni, se kemi edhe një parti politike me të cilën nuk e ka asnjë forum rinor për arsye të ideologjisë politike që ka. Dhe kjo na bënte që neve të shkëmbejmë mes veti përvojat të tona, kryesisht të organizimeve dhe të forumeve rinore, dhe kryesisht me çfarë problematika neve të angohemi, ishin sikur kuotat, disa paraqitnin përfaqësim të dobët për sa i përket rinisë nga partitë politike, por edhe në proceset vendimarrëse e kështu me radhë, duke marrë parasysh edhe diskursi i fundit që po ndodh në Shqipëri, po ashtu në Kosovë dhe në Maqedoni. Këto ishin diçka që të cilët neve i rrenim si tema me qëllim që të krijojmë një diskurs të përbashkët publik dhe të informojmë njëri tjetrin se çka ka ndodhur në të vërtetë, duke u larguar prej propagandës sigurisht mediatike. Gjë që kishim pastaj në panelin e dytë, pra, ku tema ishte leadershipi dhe ndërtimi një qasje të përbashkët ndërshqiptar, ku kishim të ftuar sigurisht persona zyrtar dhe me kompetencë të lartë shtetërore. Ishte po ashtu kryetari i komunës së Çajirit, nga që edhe po ashtu jemi falenderues sepse kanë qenë mbështetësit financiar për nga aspekti i përgatitjes së kësaj konference, për shkak se duhet mbështetje financiare patjetër prej komunës. Edhe ishte i ftuar Izet Mexhiti, definitivisht, ishte i ftuar zotëri Izet Mexhiti si kryetari i komunës së Çajirit dhe po ashtu një herë që është mbar pozitën e kryetarit të Vlen. Ishte i ftuar edhe Albin Kurti, mirë po nga arsye objektive, dërgoi një përfaqësues të tij, një deputet, i cili respektivisht ishte Egzon Ademi dhe faleminderit për nderimin dhe pjesëmarrjen e tyre patjetër, duke pas konsideratë lartë për këtë temë dhe për konferencën. Kurse nga Shqipëria ishte i ftuar zotëria Adriatik Lapaj, pra ishte po ashtu bënim edhe, më falni, po ashtu patëm edhe përfaqësues nga vetë grupi jonë, Forumi Rinor Shqiptar që gërshëtonin vizionet e tona si të ri e kështu me radhë. Pastaj në panelin e tretë kishim të ftuar akademik dhe profesor universitar, gjë që ishim shumë të kënaqur prej tyre, kishim ekspert të medias dhe gjë që neve na ishte në nevojë shumë të veçantë dhe përsa i përket të ftuarve të tjerë ishin kryesisht të sferës së politikës dhe përfaqësues në kuvend e kështu me radhë. Shumë mirë, domethënë ka pas nga gjitha fushat më rëndësi të paktën që i përmbledh kjo tema, edhe që gjithë secili ka pas mundësi të jap ato idetë, mesazhet edhe sepse dim që janë pak më shkencore këto më studimore siç edhe po flisim ne si konferenca, gjë që më rëndësi të ndëgjojmë nga vetë personat që janë ndoshta në pozita më kyçe. Sidomos edhe përfaqësues të mediave apo ekspertët e mediave, sepse shpesh dim që media edhe ditë bëjnë edhe propagandë dhe
Edhe të komunikoj gjërat, faktet, siç duhet në të drejtë. Po andaj edhe patëm parasysh se duhet i prekim të gjitha ato pjesët dhe elementet më kryesore për ta ndërtuar një dhe për të prodhuar një rezultat dhe një diskurs publik me të cilën neve do të jemi realisht të bashkuar, duke i kumtuar ato mes veti dhe duke pas një momentum që neve të takohemi dhe të krijojmë ura komunikimi dhe bashkëpunimi. Pra kjo ishte ajo që kryesisht konferenca synoi dhe realizoi dhe arriti qëllimin e saj me shumë kënaqësi. Do thonë edhe profesorët flasin nga aspekti akademik, ju përgjigjen pozitivisht ftesës edhe ishim prezent patjetër dhe sigurisht patëm kohë dhe hapësirë të dëgjojmë dhe të përfitojmë prej perspektivave nga shkenca politike, nga shkencat e komunikimit, sigurisht nga mediat e kështu me radhë për ato të cilët janë të rëndësishme në rolin apo në aktorin e të rinjve me të cilën krijojnë politika publike në të ardhmen. Edhe sot e kësaj dite, sepse unë mendoj që neve si të rinj nuk kemi vetëm qytetarë me të cilën neve votojmë, por neve duhet të krijojmë edhe një subjektivitet për brenda qytetarisë tonë dhe të kemi një zanat në brenda qytetarisë me qëllim që të jemi aktivisht të involvuar në politika publike, të kërkojmë llogari, të jemi pjesë e diskursit publik dhe të mos heshim dhe të mos jemi indiferent, sepse indiferenca në këtë rast nuk na jep një rezultat apo një prodhim apo produkt pozitiv politik, nga që duke nëndërsuar apo duke i dhënë një klasës duke ashtu quajtur elitare politike të udhëheqe me vendin dhe të bëjë ç'të doja. Indiferenca nuk është asnjëherë e mirë, parasysh sa i lodhur që je dhe i zhgënjur, nuk është mirë të rish indiferent, gjithsesi mendoj që duhet të japur më shumë hapësirë edhe kohë rinis në vendimarrje, në politikë, në përgjithësi në skenën politike, sepse kemi nevojë për fytyra të reja, për rini në përgjithësi, për idetë të rinjve, për fjalët e tyre, për mesazhet edhe për le të themi ideologjinë që ata do sjellin ose përvojat e tyre dhe mënyrën se si shohin ata shtetin edhe botën, sepse fundit gjithçka do ju ngelet atyre. Shumë e vërtet, pra ne jemi ato të cilët neve do të na lihet gjithçka dhe neve varet se sa do të jemi të gatshëm që të mbrojmë konceptet e tona. Sidomos koncepti shqiptar, që është një ndër konceptet më të rëndësishëm, që subjektiviteti një qytetari shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut sot është problematike dhe kontestueshme, gjë që neve nëse nuk marrim hapa të rëndësishme, të mobilizohemi dhe të mendojmë dhe të bashku vendojmë në kuptimin që neve të krijojmë mekanizma të ndryshme që të ruajmë boshtin e konceptit shqiptar për brenda këtij territori, por edhe jashtë, neve nuk kemi bërë asgjë dhe do të ngelemi si të dështuar përballë historisë dhe sigurisht do të na fajsojë gjenerata e ardhshme që do të vijë. Ndija i vrej kjo frym, kjo që po thua, kjo energji edhe në konferencë? Ishte sigurisht për arsye se protestat popullore që ka bërë në Republikën e Shqipërisë ishte e jashtëzakonshme, kishim një përplasje të vrullshëm për mes mendimeve dhe ideve të ndryshme për organizimin dhe për gjithçka që është duke ndodhur momentalisht, pa dhënë ndonjë opinion, por po ashtu dhe kam të drejtë. Kishte një pozitivitet se neve kemi një komb që është shumë polar, në kuptimin që kemi diverzitet të ndryshëm të mendimit, kemi diverzitet në fe, kemi diverzitet në botë kuptimin e qytetarisë, dhe ajo që është më e rëndësishme është që neve të bashkohemi dhe të krijojmë disa elemente me të cilët neve nuk do t'i thejmë dhe nuk do t'i kompromitojmë dhe nuk do t'i lejojmë askush që t'a thejnë. Për arsye dhe për këtë qëllim, Forumi Rinor Shqiptar e ka bë këtë organizim të kësaj konference rajonale me qëllim të unitetit të përbashkët, sepse nuk mund të jemi të përçarë, nuk mund të jemi të ndarë. Janë ca vija që s'bën dot kompromis, nuk duhet bëhet kompromis. Absolutisht, nuk ka të drejtë askush të shkel dhe të na i shkel. Por edhe nga pjesa jonë, por edhe nga palët e tjera, kush do që tjetë tjetëri. Dhe më thënë gjithë këta që kishim të ftuar, ju përgjigjen pozitivisht dhe ngrohtë ftesës, po ashtu ishin të pranishëm japën gjithsesi atë kontributin e tij. Gjithsesi konferenca ka qenë e hapur apo jo? Për çdo që ka deshur të marrë pjesë, sidomos për studentët. Kishim të interesuar, kishim pjesëmarrës nga këta të fundit? Unë gjithmonë preferoj të jam kritik se sa të hedh lavde
dhe të bëj fjalë të mëdha mira dje, pa asnjë mëdyshje. Sigurisht nuk kam qenë i kënaqur me prezencën e studentëve dhe interesimin e studentëve për shumë arsye, ndoshta edhe për arsye të kohës, me të qenë se jemi në qershor dhe kemi filluar pra pushimet e kështu me radhë. Mirë, po unë mendoj që interesimi i studentit shqiptar, i të riut shqiptar duhet jetë më i lartë edhe më me vetdije përsa i përket organizimeve të tilla, sepse këto na mundsojnë bashkimin mes njëri tjetrit, këto na mundsojnë neve të frymësojmë një mendësi dhe të krijojmë një ideologji të përbashkët, gjë që është pozitive. Se nuk e kemi këtë për moment, jo vetëm për momentin, po ka ndoshta një kohë që nuk është në nivelin që duam, pse s'është? Por të mos hyrë në një problematik me të cilën të kërkon të dhëna që unë të identifikoj si një problem, unë mund të them le të ndalemi ose e bëj thirrje nga individualiteti. Neve vendosim të jemi qytetar ekonomik vetëm që të jemi produktiv në aspektin ekonomik, që të kemi një karrierë dhe të punojmë me veten tonë dhe me familjet e tona, gjë që është shumë e rëndësishme, pa e përjashtuar, por edhe ajo qytetari me të cilën neve bëjmë thirrje, edhe e krijon subjektivitetin si një qytetar i qytetëruar, shqiptar, është pikërisht pjesëmarrja në jetën publike, pjesëmarrja në ambientet publike ku kërkohet llogaridhënia dhe krijohet mendësia dhe formohet mendimi publik. Është dhe një farë përgjegjësia, apo jo? Sado që kemi vullnetëri, kemi edhe përgjegjësi. Andaj e bëj thirrje publike që çdo i ri të moshës tonë të jetë indiferent apo jo, kjo është çështje me të cilën ata vetë duhet ta kalkulojnë, por mendimi im është që neve duhet të jemi pavarësisht rrethonave tona personale, duhet të jemi pjesë e publikut, duhet të jemi pjesë e politikbërjes edhe pjesë e organizatave me të cilën ndërtojnë mendimin publik. Kjo është e rëndësishme për të mbajtur për hir të kontributit si shqiptar. Nëse ne nuk jemi prezent në forma të tilla, duke marrë pjesë edhe në parti politike, edhe nga politikë bërja pasive apo tërthoras, automatikisht neve kemi tërhequr edhe kemi hequr dorë nga koncepti shqiptar. Nuk mund të jesh një patriot, nuk mund të jesh një person që i bën thirrje dhe thirrësh nga koncepti shqiptar nëse ti nuk je aktivisht i angazhuar aty. Do kishte diçka ndoshta që do i shtynte pak më tepër të mirën apo të marrin përgjegjësi? Ose të mendojnë ndoshta të kyçen më tepër, qoftë në tema, qoftë në vendimarrje, qoftë sigurisht se ka pasur edhe mungesë. Fillimisht ka pasur edhe mungesë të organizimeve. Unë nuk e di që ekziston ndonjë forum rinor shqiptar tjetër. Si aktivist, qoftë në oje që të ndryshme apo të paktën diçka, të jenë më aktiv në skenën, në shoqëri. Unë duhet ta parashtroj pyetjen. A njihni ndonjë organizatë rinore shqiptare që përfaqëson të drejtat dhe interesat e të rinjve shqiptar në Maqedoninë e Veriut? Unë nuk besoj. Jo. Pra, nga që kemi edhe mungesë të hapësirave ku mund të zhvillohet kjo mundësi dhe zhvillohen aktivitetet e tilla, sigurisht nuk mund të fajsohet drejt për drejt çdo i ri dhe çdo qytetar. Andaj dhe bëra një koment ose një thirrje duke u qasur në prika vetvetja, sepse ashtu dhe rritemi, ashtu dhe pjekemi politikisht si qytetar. Nga që nuk ka, edhe pikërisht është Forumi Rinor Shqiptar që e bëri nismën dhe do të shpresojmë që të vazhdoj me aktivitetet e tjera, po sigurisht me të njëjtën avaz për në Shqipëri, Kosovë dhe luginën e Preshevës patjetër. Forumi Shqiptar do mirret edhe me temat e tjera apo kryesisht do i qëndroj politikës? Çdo organizatë jo qeveritare, pavarësisht tematikës me të cilën ata janë pjesë e diskursit publik dhe aktivisht mirën me qytetarë dhe janë pjesë e publikut, nuk kupton se ato bëjnë politikë. Nuk do është detyrimisht të bëjnë politikë duke u konfrontu apo duke qenë pjesë me partitë politike të ndryshme, por ata mund të jenë edhe pjesë me të cilën i ndihmojnë politikave sociale. Andaj çdo lloj organizate, çdo lloj aktivizmi prej çdo të rijut në forma të ndryshme është një kontribut shumë i lartë në shoqërinë tonë.
Sepse po na përmend që vetë se ndoshta sepse janë krijuar ato urat, nuk diskutohet bashkëpunimet mes të gjitha, domethënë forumeve shqiptare që përmendën nga gjithë Ballkani, çfarë pason tutje? Do na mban konferenca ndoshta të këtij lloji në Shqipëri, në Kosovë, në Malzi, në Lugin, apo kemi aktivitete të tjera të planifikuara? Çfarë pason tutje në përgjithësi? Nga që me dakordimit të përbashkët që kishim aty së bashku me të gjithë të pranishmit, pra respektivisht të përfaqësuesit e partive politike dhe forumet rinore, ishim dakord që kjo të vijoj në vitin e ardhshëm për në Shqipëri, Kosovë dhe Luginën e Preshevës. Pra varësisht në koordinim së bashku me ata, neve do të gjejmë një embrues të përbashkët me qëllim që të filloj një organizim në vitin e ardhshëm në një qytet tjetër, siç është qendrat e apo kryeqytetet e vendeve tona. Çfarë mendon se ishte ndoshta rezultate apo the outcome që më mirë që doli nga kjo konferencë dhe që do ta marrim edhe nga konferencat e tjera? Në të vërtetën e sapo e elaborova duke qenë shumë precis në aspektin se rezultatet ishin ura komunikimit, bashkëpunimi me të cilën neve ndërtuam dhe krijuam një diskurs të përbashkët që ne duhet të vazhdojmë që të krijojmë mendime politike së bashku. Sigurisht pjesët me të cilën neve aty i kemi diskutuar kanë qenë të ndryshme dhe pikpamje të ndryshme siç i potencova edhe më herët, nga që do të krijojmë rezultate duke qenë aktivisht dhe duke mbajtur një diskurs të përbashkët në përballë vetvetes tonë si trinj, përballë aktiviteteve dhe po ashtu përballë establishmenteve politike që ata përfaqësonin. Kjo që me të cilën neve na ishte shumë në interesin tonë, mirë po, ja që kishmi dhe parti politike me që nuk kishin mundësi të ishin prezente aty, gjë që për arsye të ndryshme objektive, subjektive, ndodhin të jenë. U japën arsyet apo? Po jepën arsyet edhe jepën arsye me të cilët nuk janë të arsyeshme për mendimin tim, gjë që ata vetë ngurcojnë dhe marginalizojnë të rinjt dhe pjesëmarrësit e tyre të rinj në partitë e tyre politike. Gjë që kjo nuk i shërben absolutisht kombit shqiptar, shoqërisë tonë edhe të ardhmës tonë. Neve nëse nuk krijojmë, neve nuk kemi armiq mes vete, neve nuk kemi njerëz me të cilën do të bëjmë kaos dhe shpërbërje apo ndarje të njëri tjetrit, por qëllimi është gjithmonë uniteti i shqiptarëve me qëllim që të jetë sa më pozitiv për të ardhmen tonë. Ren, sepse po i afrohemi edhe fundit të bisedës, por gjithsesi do doja edhe një pyetje fundit, përmendëm pak më herët që për qenë më aktive dhe për qenë pjesëmarrës apo pjesëtar të skenës publike, të jetës publike, të qytetarisë, të shoqërisë në përgjithësi më aktiv, mungon edhe hapësira. E jep Forumi Rinor Shqiptar këtë hapësirë për këdo që ndoshta ka diçka për të shprehur? Padyshim. Forumi Rinor Shqiptar gjithmonë ka qenë e hapur, edhe do të jetë e hapur. Kushdo që ka ndonjë projekt, mendim, ide dhe dëshiron të elaboroj dhe dëshiron të rrehej atë, me qëllim që të prodhoj diçka pozitive, padyshim, ne jemi të hapur për bashkëpunim, gjithmonë. Unë falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi edhe sot në këto kohë që pak na surprizoi, por gjithsesi faleminderit shumë që ishe këtu me mua, vërtet shumë kënaqësi që të kisha dhe që diskutuam një temë kaq me peshë dhe të rëndësishme dhe uroj që sukseset mos ju ndalen dhe ritakohemi sërish për të tjera biseda. Faleminderit shumë, respekte për ftesën dhe respekte për televizionin juaj. Faleminderit. E dashur të dashur, me kaq po ju përshëndesim ne edhe për sot, duke ju uruar një pasditë sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të premte në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.